që një artist si Artan Kola në moshën 54 vjeçare, pavarësisht që jemi bo dhe na ti për të ja përmend moshën, realisht unë kom prit prej ti me marrë ndoshta dhe këshilla për eksperiencën tem ose për karrierën tem në të ardhmen. E gjej shumë të vështirë me pranu këshilla nga Artani dhe sigurisht këto gjeste janë shumë të pahishme për me u pa edhe për publikun. I kalëm përtej normalës mënyrën e ofendimit, denigrimit, jo vetëm neve këtu, po edhe ndaj vajzave. Selinit i tha, do të aprish jetën, do të shkatroj jetën. Mu më tha je gazetar. Do t'i themi të gjitha. Mu gjatë gjithë kohës më qunë gazetar fekalesh, që është një term shumë palidhje me u përdor më përgjithësi për gazetarët, sepse më vendos në një epicendur ku më etiketon si gazetar me gjoba, që unë kinë se po vendos gjoba mbi karierën e vajzave të reja dhe artistët të cilët duan të zhvillohen. Unë nuk vendos gjoba Artan Kola, unë jam gazetari drejt dhe shkruaj. Mi thuj qik lajme. Për them të drejtë, nuk të kam datuar kur, asë nuk kam dëgjuar kur. Mi thuj qik edhe njërë të lutëm, më thuj lajme që keti nga jashtë të misile këtu, të lutëm, mi thuj qik. Mua më vjen keq që kjo është dash ndështa për me qenë këtu, për me afirmu komplet, ose me kompletu karierën e ti, për ta kriju një dashamirësi të publiku, po me këtë i ka dalë huq, sepse këtu ka të reguar karakterin e ti të vërtet, base uroj që të mos jetë kështu jashtë, por nuk e besoj, dhe për fund dua t'i them që nuk mund t'i kërkosh dikujt falje për derisa i bën gjërat për qef. Qërë falje, për qef? Më kërkove falje, i thash pse ma bëre, se për qef. Ju fillut, grupik nej, fillut në momenti kur unë bona lider aty, u ture gjithë, dhe ti pase më the, shko me rëma atë për jashtë që e për e lider. Pra ti nuk është që e kishe problem se qa kishim shende, po e ti kishe problemin, pse unë e për atë lider atë. Respekti fitohet, nuk jepet falas. Nga video, në video nuk më dole aty. Ajo letra që e kishe, ajo letra që ti kishe ru që ma e qatë, Mateo, dhe që the, dhe ta fus goj, nuk dole aty. Që mbas debatit fundit që kam pasur me Artanin, mendoja se ky njeri do të ndërgjegjësohej duke parë veprimet e veta, po ky dita ditës vetëm degradon akoma më shumë, duke shkel veten me këmbë dhe duke menduar se do shkeli këtu brenda gjithë me këmbë. Mund të them me plot gojë që Artani mund të jetë i vetmi person këtu brenda që asnjëri nuk ka respekt për Artanin, për karakterin që ka tregu, edhe nuk e di deri ku do arrin limitet e këtij njeriu që flet me një fjalor aq shpifur dhe të papranueshëm, ku ne Big Brother kemi ardhur për të jetuar, për dhënë një mesazh, për debatuar, po jo për të dëruar ofendimet atilla nga mbyllësi deri në darkë. Nikol, unë realisht jam munduar çdo ditë qoftë mirë, qoftë dhe kur e ka çuar zërin që të flas me të, nuk është bën gjeste, thot fjalë që nuk i kanë hije, nuk duat ja përmendani thjesht faktin e moshës, po një njeriu. Në fund ditës ne jemi njerëz këtu, edhe vetëm njerëzillik që nuk po tregon, të paktën me mua, me gjithë të tjerët gjithashtu, po flas për veten tani. Edhe ka shumë gjeste që... ku e shefti që se ka më shumë? Nuk e ke bërë me mua. Po ti më vazhdon, çu shku ka ardhur ditën e parë? Çu ditën e parë? I faleminderit. Domethënë është ai person që mua, po, më thuaj. Po pse ti mirësi nuk e njeh kanë këtë jetë më vaj? Që ditën e parë ke i ketuar si bjondja. Unë bjondë. Që tregoje që i ka ardhur kohë për dorë. Ai atje. Ai e ka ai ku jo. Sepse ke qenë gabuar. Unë kam afruar. Veçanërisht me fjalë. Që jam komshi me ty. Kjo tregon shumë për tani. Ja faleminderit. Ja kush tani. Ja kush tani. Një person që të jep respekt dhe ta përmend çdo lloj sekonde dhe nuk e meriton, nuk e ke më, ta kam thënë, nuk e ke më vendin që të flasësh me mua, sepse ke thënë fjalë shumë të rënda. Okej, tani folti. Jo, folti se di të flasësh shumë mirë. Folti. Se kur u fut në lavanderia për të shpjeguar fjalët që kishte thënë kundrejt meje, nuk dije çfarë të thoje dhe thjesht dole nga dhoma. Pas asaj prap jam munduar të t'i jap respekt. Jo po deri bjondes, jo po ti e kështu, jo po më kërcisje mua unazën. Kemi pasur sfidën dhe në vend të fokusoj te rezistenca e vet, më drogiste mua unazën, një gofistë 3 vjeçare që ka ardhur. Të të bëj një pyetje, se jam i bindur, ose të paktën për shkak të moshës, mbase Brikena dhe Mateo mund të mos ta kenë parë filmin Vdekja e Kalit. Nuk e di a e keni parë apo jo.
Jo. Pak rëndësi ka filmi Atëre, jo, intern. po është shumë e rëndësishme sepse ajo që i kujtoi Tanit filmin e mrekullueshëm Vdekja e Kalit, është një skenë kur personazhi interpretuar nga Raimonda Bulku, pasi i internojnë të shoqin interpretuar nga Timo Floko, e gjen veten me një antar të Partisë Komuniste në një makinë, duke u munduar që të lehtësoj peshën e të shoqit të marë, dhe ky burri i sigurimit i fut duart zonjës në fjalë. Po ku ja fut duart? Aty pra te vendi që ti e quajte vend intim. Para ordinar, Tani, Duroj një minutë, po. Tani, pse të erdhi pikërisht kjo skenë e cila përshkruan një burr që do të përfitojë nga një grua në një gjendje vulnerabël. Pra pse tu kujtua ajo skenë mes Mateos dhe Brikenës, këtë skenë të këtij filmi. Unë citova fjalët e filmit. I citova dhe më kujtun. Nuk vëra asnjë gjë tjetër. Citov, pas vjen turber, për qeloj që kërë. Pas vjen turber. O ti, po flas me Ledionin, jo me ty. Duro më e di që ke qenë ashtu. Duro turber, nuk vjen. Nuk ka gjë të keqe të citosh një fjalë nga një film të cilën të kujtoni diçka të tillë, pra. Ajo që dua të kuptoj unë pse të kujtua pikërisht. Po sepse ishe Dora në atë mënyrë që ishe fut mu duk shumë e shpiftë. Po t'kishe gocë vetë tjere, ordinar. Po t'kishe gocë vetë tjere. Të duke shpifur për çfarë arsye, sepse në fund të ditës ata janë dy të rinj, të cilët janë duke u njohur dhe duke u përpjekur të krijojnë një marrëdhënie me njëri tjetrin. Pra, cila është pjesa e shpifur e gjës? Ledion, tutëm e njerë. Në dashuri, unë jam këngëtar. Kur nuk kam thonë kofshët e mia, gjoksi im, etj. Këngë signohet vetëm buzëve dhe syve. Njeriu ku shihet lutesh. Shiko, ti mbase nuk i ke kënduar kofshëve dhe buzëve, por ka plot kolekt të tush, të cilët i kanë kënduar dhe kofshëve dhe buzëve. Duro, atëherë, po ta themi diçka. E erdhëm brëm në ti besoj i di ato këngët e bukura për metal. Unë i kam blu buzëve dhe syve. Nuk mundesh në një çift. Ora, atë vjen turp kushet vetër, atë vjen turper. Jo. Vjen turper kushet vetër. Me ka mundësi dhe. Unë mendoj që në një çift. Po Gjino kafe fikun, çfarë është më tani se ti flet me tekste e filmash? Çfarë është Gjino? Kujdes fikun, çfarë është Gjino? Ma thuj ti në film. Si e kupton? Jo, si e kupton ti. Unë e them një fjalë. Jo, dhe di me çfarë konteksti po. Ma thuj konteksti. Po në shturm do t'japun ty ma. Ashtu shturm. Shturm do t'japun ty ma. Ashtu shturm si se vjen. Jo, thujem. Ma thuj ti tash. Ma thuj ti turpi. Se nuk e një pije. Artan. Më fal një sekond. Artan, të bëj një pyetje. Sa herë në nominim bëhesh agresiv për ndjekës, fyes? E ku e pa për ndjekën t'ju? Si ku e kam pa për ndjekën? Sa herë? 3 herë ke qenë nominim, 3 herë të njëjtën gjë ke bërë. Lutëm një, më fal, këtë radhë, ku e pe për ndjekën? Për ndjekën ti e? Qa do ti të bësh më shumë më dha? Për ndjekja ishte te Brikena, ja ose kalon. Qa do ti të bësh më shumë? Qa i bëra Brikenes të arbër? Ku e përdosha? Pse dha, që të bëjë dhe shi? Të rinë tu të vinë u gjithë tu? Arbër tu të bazë, ku e përdosha Brikenes? Një minutë që e më vetë për mu. Po Rogerti, pse nga të smove Rogertin? Ku e nga të smove? Ti e nga të smove, piskove, vaj, gudulicës. A se prega fare, bura sikura shu. Bura sikura dhe papja u që prejesë, se më preg fare. Po preku shëndriti me gisht, lujten në menç ti. Kush? Po kishtin ma. Ti pra, ti lujte menç. Po rësishtet kishtit e kam, apo dala. Kushë? Po si futet kishtit e kam. Po që kemë la se si e të në fjallën u? Po kangen e gocës, pse ja ke knu? Kangen e gocës, o goca si Rika, pse ja ke knu? Ma thuj ti pse? Ma thuj ti pse? Sepse ke shenja homofobike, zëtëri. Ku e di ti? Po ja, të themun, opinioni jem. Opinioni jem. Artan, edhe pyetje kam unë. Artan, po votëm se ave Rogerti ti për lider. Lutë në një, ata themun. Po, jam i pa qyrë, jam karakter.
Ja ta marrim përgjigjen nga Artan. Ora, do mdini më mba. Bravo, gilotinë. Ja dhash, po normal që jam gilotinë. Që herë dita me folë më bude. Unë do më bëj vetëm timin për aq sa di dhe aq sa kuptoj. Na thuj pra pse dhe votën Rogertit për lider? Pse edhe? E votova sepse me bë furçën se ka parë Një sekond, ju lutem, ta dëgjojmë, ju lutem. si qenja bajke Roger. E votove sepse? Atere, unë faktikisht bëra një gabim fatal, sepse po t'isha shumë, bëra një gabim fatal kur si thash, nëse ti nuk kërkon fale këtu për para publikut, për gjitha ato gjëra që nuk qitem si ti, dhe unë qmen, se s'mon shajma. Dhe unë qitem si ti. Ta dëgjojmë argumentin më, na thuj se s'po kupton as i gjoni këtu. Pra bëre gabim fatal që e zgjodhe, apo që nuk i thash kërkonte falje? Po, aty miku mu, se po t'kisha thonë ky mu jep gilotinën. Tani do më sqarove tani ti ke bër gabim që e zgjodhe apo se s'po të kuptoj fare? Që nuk i kërkonte falje dhe pastaj ta tani ta bëj pyetjen e ty. Ta bësh po. Do të them, do të kërkoj falje ky tek banorët dhe ky publiku që të ka mërzit, atëherë mund të bote. Aty më humban se çdo gjë. Tani ta bëj dhe pyetjen e dytë? Po. A ke frikë nga Rogerti ti? Fare! Po fare! E zigut! Po fare! E ushtari jem ka thënë Monika! Monika më duket sikur ka. E di, frikë dhe këta. Frikë un kam vetëm nga një. Nga kush? Artan Kolen, atë kam shumë frikë. Tani dhe një pyetje të fundit të lutem. Kur aty brenda thuhet që tha Nikol, askush o Nikol Shëndriti diçka, askush prej banorëve nuk kanë respekt për ty. Po. Si e ndjen? Si e ndjen kur je në një shtëpi të madhe me shumë njerëz dhe askush nuk reagon kur thuhet që asnjëri prej tyre nuk ka respekt për ty, pra që ke humbur respektin e të gjithëve. Ledion, Liço, që i kam rënë kokë çdo njeriu dhe për aq sa di, duroj një minutë. Për aq sa di dhe aq sa kuptoj. Lutem. Ka dalë digjitali dhe shkel klipe. Fal një minutë. E ka marrë qaf Luizi që ka me Luizin aktiv. Po, bravo. Dhe unë sa t'jem këtu, pak sa t'jem këtu, secili do i bin kokë. Duke filluar nga ky që se kam frikë dhe nga Miri e me radhë edhe çiftin Fek dhe Shelinën e Tikë edhe te gazetarin. Unë pagëm dhe nëse dal vetëm si që kam hy, jo me mashtrimet e njëri tjetër që duke mashtru publikun dhe duke po, ja pra sa bukur të orë to. Qarë, të kuptova, Selin po? Kam vetëm një pyetje. Jo, nuk kemi më për pyetje. Atëherë, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Doja t'ju thoja që përpara se të vazhdojmë mëtej një rikujtesë vogël për të gjithë juve që na ndiqni. Big giveaway është tashmë i lançuar në faqen zyrtare të Big Brother VIP Albania në Instagram dhe ju mund të bëni pjesë shumë lehtë. Mjafton të hyni në postimin zyrtar, të komentoni duke bërë tag 2 miq real, si edhe të ndiqni faqet e kërkuara sipas rregullave. Mes dhuratave kryesore janë një apartament luksoz në mes të gjelbërimit dhe shumë pranë Tiranës nga Long Hill Residence, një Audi A8L nga Autos Korea, si edhe 2 paketa all inclusive nga Globus Travel. Mos hezito, sepse ndoshta mund të jesh ti një nga fituesit. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe më pas kthehemi sërish këtu në Big Brother.